لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Allahu subhanahu wa ta'ala e falenderoj vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe strehim kërkoj. Falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala për nimetin më të madh, për begatin më të madhe, ajo është që na ka dhënë Islamin. Në Islam, me Islam na ka nderu dhe në Islam na ka udhëzu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës së profecisë, zotriut njerëzisë, pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe besnike, shokëve të tij, bujarë dhe besnik, dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën për të cilën thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Yawman la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allaha bi qalbin salim." Atë ditë thot kur njerëzit kanë me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk ka mi bë njerëzve dobi malli, as pasuria, as evladi, as pozita, përveç atij njeri i cili është kthy tek Allahu me një zemër të pastër apo me një zemër të shëndoshtë. Vëllezër të nderuar, ekziston në Islam një lidhje që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lidh drejt për së drejti me një nga mëndhe të mënd emrat e tij të bukur, me emrin Ar-Rahman. Një lidhje që nëse njeriu e mban fort, ajo lidhje ka me sjell në jetën e tij begati, harmoni, mëshirë nga Allahu, ka me sjell zgjatje jetë madje. E nëse njeriu e ndërpren atë lidhje, ka me has ndëshkim në këtë botë, mirë po edhe në botën tjetër. Kjo nuk është një lidhje e vogël, nuk është një çështje e vogël, por është një lidhje që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar në Kur'an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar në hadithet e tij dhe e dëshmojnë këtë lidhje qartë ngjarjet që ka ndodhur pra gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabeve apo brezave pasardhës nga ta, e që janë ngjarje që ta prekin zemrën. Pra sot do të ndalemi tek lidhja farefisnore, apo silatur rahim, siç thuhet në terminologjinë islame. Pse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë kaq me vlerë këtë lidhje? Çfarë fiton ai njeri që e mban dhe çfarë humbën ai që e ndërpret? Nga ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala që flasin për këtë temë janë shumë, mirë po do të ndalemi vetëm tek disa prej tyre në mënyrë që mos ta zgjasim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." O ju njerëz, keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala që ju krijoi nga një njeri i vetëm. Wa khalaqa minha zawjaha, dhe nga ai njeri Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi kam bashkëshortën e tij. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dhe nga ai burr dhe gru Allahu shtoi shumë burra dhe gra tjerë. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, dhe keni frikë thot Allahun që përbetoheni te dhe ruajeni lidhjen farefisnore. Inna Allaha kana aleikum raqiba, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala është mbikëqyrës mbi ju. Vëllezër të nderuar, po na thot Allahu subhanahu wa ta'ala drejt për drejtin këtë ajet kuranor: ruajeni lidhjen farefisnore sepse Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Ky ajet po dëshmon qartë se lidhja familjare, lidhja farefisnore, që ka një amanet
nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk qenë ka një zgjedhje personale. Dhe Allahu subhanahu wa taala me njëherë pas urdhresës që me pas frikë ndaj tij, na urdhron që me mbajt lidhjet farefisnore. Çka do të thotë kjo? Që ai që i ndërprit ka lidhjet farefisnore nuk ja kthejnë ka shpinën vetëm njerëzve. Mirë po ja kthejnë ka shpinën në tjetrën anë edhe urdhresës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ajo që duhet mas shumë ti me na prek zemrën është fundi ajetit ku thot Allahu dhe ai pra inna Allahe kana aleikum raqiba. Dhe ai është mbikëqyrës për ju. Ai është mbikëqyrës mbi atë që ju flitni, mbi atë që ju heshni, dhe është mbikëqyrës dhe ju shef kur ju i ndërpreni lidhjet farefisnore. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala një ajet tjetër, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Nëse ju thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ktheni shpinën besimin. Prej ju thot Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk pritet gjë tjetër vetëm se shkatërrime në tokë dhe ndërprerje e lidhjeve farefisnore. Subhanallah, në fillim të ajetit po thot Allahu nëse ja ktheni shpinën besimin. Prej ti njeri pyritet pra ndërprerje e lidhjeve familjare. Dhe me thonë për me ndërprej lidhjet farefisnore, çka njeri u don ka me akthy mas pari shpinën besimin. Ai njeri që është në besim dhe nuk ja kthen shpinën, nënkupton që ai njeri nuk i ndërprit ka lidhjet familjare. E për atë që ja ka kthy shpinën besimin, dhe që thot Allahu prej ti pritet vetëm shkatrim në tokë dhe ndërprerje e lidhjeve farefisnore, thot Allahu subhanahu wa taala për ato njerëz, ulaika la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Për ato njerëz thot Allahu subhanahu wa taala i ka mallku. Ato njerëz Allahu subhanahu wa taala i ka bërë të shurdhër dhe syt e tyne i ka bërë të verbër nga çka? Nga të pamunit e asaj që është e dobishme për ta. Dhe zërë të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith qudsi thot se Allahu subhanahu wa taala ka thënë nga emri im Ar-Rahman, pra mëshirues, e kam nxjerr thot emrin për lidhjet farefisnore Ar-Rahim, që do të thot lidhjet farefisnore. Dhe ai thot Allahu subhanahu wa taala që i bën mirë të afërmve, unë thot kam me vazhdu bamirësinë time ndaj tij. Ndërsa ai thot që i ndërpret lidhjet farefisnore apo me të afërmin, unë thot kam mi ndërpret mirësinë ndaj atij njeriu. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala e ka lidh ngushtë mëshirën e tij, rahmetin e tij me sjelljen tonë ndaj të afërmve. Dhe kush i mban dhe i nderon ato, fiton mëshirën dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa kush i ndërpren e privon veten nga mirësitë hyjnore. Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar që lidhjet familjare, lidhjet me farefisen nuk janë vetëm një detyrim shoqëror, pra një detyrim që kemi ndaj atyne njerëzve. Mirë po, janë një ibadet me shpërblim të madh, mirë po në anën tjetër nëse ndërpriten me ndëshkim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Lidhjet farefisnore, vëllezër të nderuar, munden mu bë shkak që njeriu mu fut në xhennet apo në xhehenem. Pejgamberi nga Abu Bekri radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nga mëkatet që Allahu subhanahu wa taala e ndëshkon më së shpejti në tokë, mirë po e ruan ndëshkimin e tij edhe në ahiret, është padrejtësia dhe ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Pra nga mëkatet që Allahu e përshpejten dënimin e tij në këtë botë, mirë po dhe në botën tjetër, e një ndërta është kush? Lidhja farefisnore. Mirë po në anën tjetër
nga Ebu Ejub el-Ansariu radiallahu anhu, thot që njëherë gjatë një udhëtimi, një beduin ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti duke i thonë, më trego çfarë veprash kaj me më afru mu në xhennet dhe kaj me më largu mu nga xhehenemi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke ja përmend disa vepra. E ato ishin adhuroja i tha Allahun subhanahu wa taala si një dhe të vetëm duke mos i shoqëruar ti shok askënd në këtë adhurim. Fale namazin, jepe zeqatin dhe bëj mirë ndaj të afërmve. Bëj mirë ndaj të afërmve. Këto vepra ja ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shkak që janë pra për njeriun mi fut në xhennet dhe mi largu nga xhehenemi. Vëllezër të nderuar, shumë prej nesh, pra nga fjalët e përditshme që ndëgjohen nga ne, janë pra dhe ata që thonë ato pra të afërmit tonë nuk na vizitojnë dhe unë prandaj nuk du që mi vizitu ata. Apo ata mu më kanë lëndu dhe unë nuk mund të qëndroj pranë tyne. Mirë po vëllezër të nderuar, Islami, Allahu subhanahu wa taala nuk ka me na pyet neve për arsyet tona. Nuk ka me na pyet se pse nuk i keni mbajt apo pse nuk i keni vazhdu lidhjet farefisnore. Por Allahu na ka dhënë urdhrin dhe ka me na pyet Allahu subhanahu wa taala, sa i jeni përgjigjur atij urdhrit që unë ju kam dhënë. Ju kam urdhëruar që mi mbajt lidhjet farefisnore. A i keni mbajt apo nuk i keni mbajt? Nuk ka mu pyet to për arsye, nuk na kanë ardhur, nuk na kanë shku. Mirë po, a i ke mbajt apo jo? Po apo jo? Dhe dy përgjigje janë tu. Andaj secili prej nesh ta pyesim veten tonë sa jemi dhe a jemi duke i mbajt lidhjet farefisnore apo jemi duke i ndërprer ata. Vëllezër të nderuar, e thash këtë që nuk pyetemi për arsyet dhe e ndërlidhi këtë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një burr erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari i Allah, unë kujdesem i tha për farefisin tim. Unë i tha, e shtrihem me mirësinë time ndaj tyne. Mirë po, ato tha, e ndërpresin lidhjen me mua. Unë tha, bëj mirë ndaj tyne, e ato bëjnë keq ndaj meje. Unë tha, i lejvdej ata ndërsa ato më shajnë, më ofendojnë dhe sillen me të keq me mua. Mirë po, i tha, unë jam i durueshëm, i fali dhe i përballoj sjelljet e tyre. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke i thënë, nëse kjo është situata, i tha, nëse kjo është ashtu siç je ti duke thënë, ti tha je duke i hedh atyne pra hi të nxehtë. Je sikur je duke i hedh hi të nxehtë atyne. Çka pra? Je duke i bë me vuaj ata nga mirësia e jote ndaj tyne. Dhe tha, përderisa ti ke me qenë këtë gjendje, ti ke mu sjell mirë me ata kanë mu sjell keq me ty. Ti kemi vizitu ata s'kajnë me të vizitu, ti kemi livdu ato kajnë me të shoh, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ke me qenë në këtë gjendje, Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht ka mi vu një ndihmës me ty që ai ka me të ndihmu. Vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kemi rastin pra të pejgamberit dhe axhës tij Ebu Talibit. Ebu Talibi ishte axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdestari i tij pothuajse që nga fëmijëria. Ai e rriti, e mbrojti dhe e deshi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk e pranoi Islam. Axha i pejgamberit nuk e pranoi Islam. Megjithatë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpalli thirrjen për në Islam, Ebu Talibi ishte nga ato që e mbrojtja nga Kurejshët, sepse ishin arë dhe nip. E mbrojtja nga Kurejshët i qëndroi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vite me radhë dhe duroi bojkotet që i bajshin atij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duroi presion dhe vuajtje për shkak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
sepse ishte nipi i tij. Në anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e kishte axhat, nuk e braktisë kur e vizitonte shpesh, i fliste me respekt edhe me butësi dhe u përpiqte që ta udhëzonte, bëhet sebeb për me udhëzuar rrugën e drejtë, po e thya. Dhe në momentet e fundit të jetës së Abu Talibit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ul pranë shtratit të tij duke i thënë: "O axha jam, i tha, thuje një fjalë që un kam e mujt me ndërmjetësu për ty. Pra thuje, pranoje Islamin, thuje shahadetin, thuj fjalë të mira", ndërsa ai nuk e pranoi Islamin. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e mohoi lidhjen farefisnore, nuk e ofendoi kur atë, mirë po gjithmonë u gjente pranë tij, mirë po edhe axha u gjente pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo moment, sepse ishin lidhje farefisnore. Dhe të nderuar, ndërprerja e lidhjeve farefisnore mundet mu bë shkak që veprat tona mos mu pranu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmetohet nga Ebu Ejub e Sulejmani, që ishte një nga shërptor e halifes Uthmanit, Uthmanit radiallahu anhu. Transmetohet se ka thënë një akşam i ditës së enjte dhe nata e së premtes, Ebu Hurajra radiallahu anhu erdhi tek ne dhe na tha: "Çdo person që e ndërpret lidhjen me farefisin apo me afërmin e tij, duhet të mbaj përgjegjësi për atë mëkat. Pra, duhet të mos qëndroj indiferent, mirë po duhet ta rivendos atë lidhje me farefisin." Dhe askush nuk reagoi. Ebu Hurajra radiallahu anhu e përsëriti këtë gjatë 3 herë. Dhe pas që e përsëriti 3 herë, u çu një djalosh që i kishte 2 vite që nuk fliste, pra i kishte prish lidhjen me hallën e tij. U çu dhe shkoi tek halla e tij dhe halla i tha: "O biri vllaz tem, çka të ka pru?" I tha tek unë. Dhe ky i tha: "Më kanë pru fjalët e Abu Hurajrës radiallahu anhu, shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e tia kur ka fol për lidhjet farefisnore më kanë pru deri tek ti." Dhe i tha halla: "Shko dhe pyete Abu Hurajrën pse i ka thënë ato fjalë." Dhe kur shkoi e pyeti Abu Hurajrën radiallahu anhu, i tha Abu Hurajra: "E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: çdo akşam i të enjtes dhe ditë pra nata e së premtes, veprat e njerëzve prezantohen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po thot, veprat e atij që i ka ndërprer lidhjet farefisnore, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i pranon. Pra çdo natë të së premtes, veprat tona u përcjellën, u prezantohen tek Allahu, edhe pse Allahu i din mas miri. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Paramendone, ke punu shumë vepra të mira gjatë javës, ke bërë shumë të mira, bamirësi, ke fal namaz, ke agjëru, ke dhënë zakat dhe shumë punë tjera të mira që mund t'i kesh bërë. Prezantohen veprat tuaja tek Allahu subhanahu wa taala. Je prej atyne që në anën tjetër i ke ndërprer lidhjet farefisnore", tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "se veprat e atij njeriu nuk pranohen tek Allahu subhanahu wa taala." Vëllezër të nderuar, do ta përmbyllim me një tregim, me një ngjarje. Gjatë një ekspedite si njihet që ngjarja apo shpifja më e madhe, pra shpifja më e madhe në historinë islame. Kjo është shpifja për nënën tonë Aisha radiallahu anha, pra për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëkohësisht vajzën e kujt? Vajzën e Abu Bekrit radiallahu anhu. Një ditë pra, gjatë një ekspedite, Aisha radiallahu anha kishte mbet mbas karvanit pra pa dashje. Dhe e shoqëroi pra Safuani radiallahu anhu. E gjeti dhe e shoqëroi në mënyrë që mos milon vetëm sepse ishte gru. Dhe e shoqëroi deri tek ushtria, mirë po pa fol asnjë fjalë me të dhe pa bë me të asnjë sjellje të keqe.
Mirë po, munafikt e asaj kohe, ato dyftyrshat e asaj kohe, e shfrytzu në rastin dhe shpifën pra për hapën një shpifje për Aishën radiallahu anha, kishe ajo e pa moralshme. Dhe ndërta që kishin shpifje, kishin përcjell këtë shpifje, ishin edhe disa besimtar pra që u kishin rrejt nga shejtani dhe kishin përcjell lajmin pa e verifikuar. Ai shpif si më i madh që e përhapi kët ishte munafiku më i madh në atë kohë, Abdullah ibn Saluli. Ai ishte kryesori i shpifjes ku Allahu subhanahu wa taala tha në Kur'an që ai pa më marr pjesën më të madhe të shpifjes sepse ishte kryesori në këtë gjë. Mirpo për nderin e Aishës radiallahu anha, pastaj Allahu subhanahu wa taala zbriti 10 ajete kuranore ku thot Allahu subhanahu wa taala me të vërtetë ato që shpifin, dhe flet Allahu subhanahu wa taala me gjatë. Ku do të ndalim? Do të ndalim që një ndër ato që shpifën për Aishën radiallahu anha ishte dhe kush? Ishte pra dhe Mistahu. Që ishte kush? Ishte kushriri i Ebu Bekrit radiallahu anhu, i babës të Aishës. Ky ishte kushiri dhe Ebu Bekri radiallahu anhu gjithmonë bante bamirësi ndaj tij. Prandaj kushririt vet. Dhe kushriri në fund çfarë bën? Shpifën për vajzën e tij Aishën radiallahu anha. Dhe Ebu Bekri kur e merr vesh që ky pa shpif për ta, thot Ebu Bekri radiallahu anhu, pashallahu thot, nuk do t'i japi më asgjë Mistahut pas asaj që tha për vajzën time për Aishën radiallahu anha. Atëherë Allahu subhanahu wa taala e zbriti ajetin kuranor ku tha: dhe le të mos i ndalojnë ata prej jush që janë të mirë dhe të pasur, të japin për të afërmit e tyre, le t'i falin ato dhe mos t'ja marrin për të madhe. A nuk ju kishte ardhur mirë që edhe Allahu subhanahu me ju fal juve? Sepse Allahu është falës dhe i mëshirshëm. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu, edhe pse ky kishte shpif, ishte kushriri, kishte shpif për vajzën e tij, e ndaloi bamirësinë ndaj tij kur e dëgjoi këtë ajet, tha Abu Bekri radiallahu anhu, po pashallahu, dua që edhe mu Allahu të më fal. Unë kam i falet dhe dua që edhe mu Allahu subhanahu wa taala të më fal. Dhe e rifilloi pra përsëri atë bamirësinë që bante ndaj tij, duke thënë pashallahun, unë nuk do ta heqi kur ndihmën ndaj tij. Vëllezër të nderuar, jemi prej atyre që i mbajmë lidhjet farefisnore. Sa më shumë që ti mbajmë lidhjet farefisnore, sa më fort që ti mbajmë ato, kemi me pa që Allahu subhanahu wa taala ka më na dhënë mirësi, ka më na dhënë bereqet, ka më na dhënë lumturi, e madje siç thotë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron pra në kuptim kush dëshiron furnizim, le të mbaj dhe zgjatje jete, le të mbaj lidhje farefisnore. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre që i mbajnë lidhjet farefisnore dhe nuk e shkusin ata. Amin. Wa quli qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur